Horoskopi ditor e hënë 6 prill 2026. Dashi. Nëpërmjet shërbimit mund të jeni duke gjetur drejtimin tuaj sot, të dashur dash. Ndërsa jeni të prirur të vazhdoni punët tuaja mjaft të qeta tani, njerëzit po ju vlerësojnë për përkushtimin tuaj. Mund të jeni duke zbuluar se rriteni kur i besoni cilësive pozitive të tjerëve. Fuqia e së tashmes dhe e të jetuarit në moment bëhet e dukshme sot. Energji e shkëlqyer për të shijuar aktivitetet e rehatshme dhe për të kujdesur për projektet e kafshëve shtëpiake ose për të marrë me sende me vlerë dhe çështje financiare. Ndjesia juaj për paratë është e fortë tani. Demi. Mund të bashkëpunoni me shumë sukses në plane dhe projekte sot, i dashur Dem. Mund të krijoni lidhje të vlefshme, ose mund të keni një ndjenjë se jeni me fat në dashuri ose miqësi tani. Ndërtimi dhe kultivimi i një lidhjeje aktuale mund të jetë i kënaqshëm. Ju kujtohen përfitimet e jashtëzakonshme të punës për të mirën e të gjithëve sot. Shpreha e vetes, miqësia dhe një imazh pozitiv për veten janë tema pozitive. Mund të ndjeni pothuajse vlerësimin e të tjerëve për ju dhe stilin tuaj të veçantë ose mënyrën unike të takimit dhe përshëndetjes së botës. Po bini në sy në një mënyrë të këndshme. Binjakët. Ndërsa hëna në sektorin tuaj të partneritetit mund të nxjisë ndërveprime dhe një prirje shoqërore, të dashur binjak, sot mund të gjeni gëzim në momentet e qeta dhe private. Madje mund të jeni duke ushqyer një tërheqje të fshehtë ose duke shijuar një marrëdhënie private. Lënia e gjërave hapur mund të ndihet e çliruar tani në një marrëdhënie. Zëri juaj është më i fortë se zakonisht këto ditë dhe fjalët tuaja kanë më shumë ndikim në përgjithësi, dhe do të jetë e rëndësishme të pranoni përgjegjësinë që shoqëron një pranim më të fuqishme. Po mësoni mësime të vlefshme rreth sfidimit të vetes dhe mund të korni disa nga përfitimet e marrjes së më shumë përgjegjësive tani. Ndërtimi i vetvlerësimit tuaj duket se vjen duke u përballur me realitetin dhe duke u angazhuar me më shumë disiplinë. Mund të krijoni lidhje të dobishme me njerëz që ju inkurajojnë të shihni hapin ose drejtimin tuaj të ardhshëm. Gaforja. Mund të ketë lidhje shëruese dhe të lumtura me miqt ose rrjetet ose komunitetin tuaj tani, i dashur Gafore, me Venusin dhe Ceresin që rreshtohen në sektorin tuaj shoqëror. Mund të jeni duke ushqyer një miqësi, ose mund të krijohet një lidhje e re që tregon premtime të mëdha. Nga ana tjetër, ky aspekt mund të tregojë vëmendje të veçantë ndaj qëllimeve dhe planeve të reja. Kjo energji ka të bëjë me ushqyerjen e diçkaje të veçantë, qoftë një lidhje, ide apo projekt. Sot mezi prisni të rrisni njohuritë tuaja ose të ushqeni shpirtin tuaj dhe tërheqja e vetes nga detajet më të mërzitshme të jetës së përditshme për të punuar për të freskuar mendjen tuaj mund të jetë më e vlefshme tani. Megjithatë, me hënën në sektorin tuaj të punës dhe shëndetit, nuk keni frikë të përveshni mëngët dhe të filloni punën nëse është e nevojshme. Ju tërhiqeni nga informacioni i dobishëm dhe mësimi praktik. Luani. Po mendoni në mënyrë krijuese dhe po dalloheni për mënyrën se si trajtoni të tjerët dhe merrni drejtimin, i dashur Luan. Tërheqja juaj është e fortë. Mund të merrni kënaqësi të veçantë nga menaxhimi i mirë i një situate ose derdhja e dashurisë së veçantë në një projekt ose ambicie të rëndësishme. Është gjithashtu një kohë e shkëlqyer për të përqendruar në nevojat e dikujt që është i veçantë për ju. Mund të tërhiqni njerëz të dobishëm dhe madje edhe informacion në jetën tuaj, të shijoni një rritje të reputacionit tuaj ose të lidheni me dikë që ndan qëllime dhe vizione të ngjashme. Mund të gjeni veten të përkushtuar këndshëm ndaj punës suaj ose një qëllimi të caktuar. Ka energji të favorshme me ju për të kuptuar se çfarë doni të arrini në skemën më të gjerë të gjërave. Virgjëresha. Tranzitet e sotme ju ndihmojnë të lironi tensionin dhe madje edhe pa kënaqësinë nëse po e mbani fort, virgjëresh e dashur. Venusi dhe Ceresi takohen në sektorin tuaj të aventurës dhe ju tërhiqen nga situata dhe argëtime që ushqejnë shpirtin tuaj. Mund të shijoni plotësisht të mësuarit ose të përjetoni diçka të re, ose një diskutim interesant ose shkëmbim idesh mund t'ju vërë në lëvizje tani. Mund të jetë një kohë e mirë për të shijuar arsimin dhe studimet, për të përjetuar diçka të re ose një projekt që thyen rutinën tuaj të zakonshme. Kërkoni gjëra për të përditësuar, pasi të keni një ndjenjë se po bëni përmirësime mund të jetë pikërisht ajo që ju nevojitet. Tërheqja e një pjese të presionit ose vëmendjes nga vetja mund të jetë shumë e përshtatshme dhe e favorshme për ju tani, dhe energjitë janë të mira për të krijuar lidhje që çojnë më tej rritjen personale ose ju ndihmojnë të përparoni dhe të zgjeroni horizontet tuaja. Peshorja.
Energjitë e sotme janë të forta për kërkim, vëzhgim të dashur peshore, si dhe për të kuptuar veten ose një marrëdhënie të re. Mund të gjeni veten të përkushtuar këndshëm ndaj një personi ose projekti tani. Mund të jeni duke krijuar lidhje që ju ndihmojnë të përparoni në punën ose qëllimet tuaja shëndetësore. Një realizim ose një zgjidhje për një problem emocional ose në marrëdhënie mund të jetë në qendër të vëmendjes. Mund të ketë gjeste dhe ndërveprime kujdesi me njerëz afër jush, ose tani bëheni më të afërt me dikë të veçantë. Mund të shijoni plotësisht një aktivitet tërheqës, disa kërkime ose zgjidhjen e një misteri. Akrepi. Tranzitet e sotme janë të forta për lidhje mbështetëse, i dashur akrep. Mund të jetë një kohë e shkëlqyer për të drejtuar të tjerëve nëse keni nevojë për ndihmë, ose thjesht për të treguar kujdesin dhe mbështetjen tuaj, mundësisht përmes ndihmës praktike ose gjesteve. Është gjithashtu e fortë për të përkushtuar, veçanërisht në komunikime dhe ndjekje krijuese. Mund të përqendroheni kryesisht në arritjen e një ekuilibri në një marrëdhënie dhe në negociata që janë të drejta dhe të begatë. Sekreti i lumturisë sot duket të jetë ekuilibri dhe durimi. Lidhja me një partner ose arritja e një marrëveshjeje ose kompromisi të drejtë mund të jetë në lojë. Lidhjet romantike dhe krijuese mund të kontribuojnë në rritjen dhe ndjenjen tuaj të përmbushjes. Njerëzit ju ndihmojnë dhe ju i ndihmoni ata. Shigjetari. Hëna kalon gjithë ditën në shenjën tuaj, i dashur shigjetar, dhe ju mund të ndiheni të freskët dhe plot energji. Megjithatë, mund të gjeni shumë për të shijuar në punë, shërbim dhe rutinat e përditshme. Ndërsa mund të duket se rritja personale ndodh kryesisht në botën e jashtme. Nyja veriore e hënës në shtëpinë tuaj të 4 diellore këtë vit ka dhënë mesazhin e fortë se përqendrimi në themelet tuaja është mënyra se si mësoni dhe përmirësoheni më shumë tani. Gjithashtu sot mund të shijoni plotësisht një lidhje me një koleg pune ose vetë punën, ndërsa Venusi dhe Ceresi rreshtohen në shtëpinë tuaj të 6 diellore. Diçka që i bën punët e përditshme pak më të lehta mund të jetë në plan. Mund të mësoni informacione të vlefshme që ndihmojnë në çuarjen përpara të ambicieve tuaja ose që mbështesin qëllimet tuaja shëndetësore tani. Bricjapi. Energjitë e sotme janë të favorshme për studime, udhëtime, ndjekje krijuese, romancë, transport dhe të mësuar, i dashur bricjap. Dikush ose informacion i ri mund t'ju ndihmojë të drejtoheni, të përhapni fjalë goje më goje ose të kontribuoni në projektet ose aftësitë tuaja. Sot keni dashuri dhe shpresë në zemër dhe tërheqja juaj është e lartë. Mund të përfitoni nga energjia fantastike në linja krijuese dhe romantike, ndjenja të ngrohta dhe një vlerësim më të fortë për mjedisin tuaj dhe marrëdhëniet që keni me të tjerët. Njerëzit tërhiqen nga mënyra juaj e dobishme dhe mbështetëse tani. Në të njëjtën kohë, hëna kalon gjithë ditën në sektorin tuaj të privatësisë, kështu që kapja e momenteve për veten ose të qenit në radar për të pushuar dhe freskuar mund të jetë ideale. Ujori. Kujdesi për aspektet praktike dhe detajet e jetës suaj mund të jetë një rrugë e përmbushur sot, i dashur ujor. Gjithashtu, përqendrimi në themelet tuaja mund të sjellë shpërblime të mëdha, ashtu si edhe gjetja e mënyrave për të thjeshtuar jetën tuaj dhe për të ngushtuar fokusin tuaj vetëm për momentin. Është më e lehtë se zakonisht të identifikoni përparësitë praktike. Mund të krijohen lidhje të vlefshme që ndihmojnë në arritjen e qëllimeve të mëtejshme financiare, të sigurisë dhe të familjes. Mund të jetë veçanërisht e këndshme t'i kushtoni vëmendje të veçantë botës suaj të brendshme dhe është një kohë e mirë për të treguar shqetësimin tuaj për të tjerët dhe për të bërë edhe disa vetë përkujdesje, veçanërisht në mënyra të forta, të qarta ose praktike. Vëmendja ndaj bukurisë, ekuilibrit dhe rehatisë në frontin shtëpiak është një temë. Aktivitetet dhe mjediset e qeta janë në fokus pozitiv. Peshqit. Sot është një kohë e fortë për të krijuar lidhje të vlefshme, të dashur peshq, dhe për të nxitur ato që keni në proces. Është një kohë e mirë për komunikime, veçanërisht ato që shërbejnë për një qëllim të dallueshëm, vlerësime të favorshme ose fjalë pozitive gojore. Gjithashtu mund të kënaqeni duke ndihmuar dikë të rritet, të përmirësoj ose të zgjerojë mundësitë e tij. Mos keni frikë të shprehni atë që dëshironi dhe keni nevojë dhe përqafoni pavarësinë. Po gjeni mënyra emocionuese dhe të reja për t'ju qasur problemeve. Po shpreheni në mënyra të kujdesshme, mbështetëse dhe tërheqëse dhe mund të gjeni shumë për të shijuar në lidhje me interesat ose projektet tuaja personale. Nëse ju pëlqeu kjo video mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë.
Për ne është një ndihmë e madhe.